Jam të miku im Gaz Gega, një artist i mrekullueshëm, një mik i shkëlqyer, është duke punuar një bust të herojit kombëtar dhe është i përfshirë i gjithi në atë pjesën për t'i dhënë lavdin dhe monumentalitetin që meriton. Gazin e kam mik prej vitesh dhe nuk përton të punoj. Dhe ajo që vjen nga puna, gjithmonë sjell lavdin jo vetëm të një artisti, po edhe të njeriu të zakonshëm, sepse më shumë e rëndësishme është të prekësh dhe të bësh pjesë nga duart e tua, sepse sot ne jetojmë në një kohë që elektronika dhe teknologjia na ka përfshirë dhe do doja të thoja që kjo është një luftë me teknologjinë, sepse gjithçka që mund të bëj dora nuk mund ta bëj teknologjia, absolutisht jo. Dhe përveç pjesës si miq që doja ta veçoja se kam Gaz Gegën e kam mik të vërtet, edhe njëri i shkëlqyer, edhe një familjar i mrekullueshëm, gjë që na bën të përbashkët, por ajo që doja të thoja që Gazi jeton në Fier, është larg metropolit, por është i preferuar dhe i admiruar jo vetëm në Shqipëri, po edhe kudo tjetër, fal dashurisë për artin, dhe ai do donte që të sakrifikonte, unë këtë e di, për gjithçka, për artin, do të sakrifikonte gjithçka që ne mund të na dukej një vepër luksi në jetë. Ky është një mik i mirë dhe ky është miku im Gaz Gega, që unë i uroj suksese shumë. Dhe jam një nga ardashësit e veprës së Gazit. Në çdo moment ne jemi bashkë me njëri tjetrin në çdo kohë, i komunikojmë edhe në distancë, sepse kështu është jeta sot, është bërë distancë. Kështu që e kam për kënaqësi që vi në studion e Gazit, është një tjetër atmosferë, është një tjetër gjë që